Shkollat, ne kemi qëndrimin gjithditore dhe orarin e shkurtër, por është modalitet që duhet me mbush shkolla edhe aktivitetin sportiv. Pas qëndrimit gjithditor nuk I plotëson kushtet cilat... Jo, absolutisht, sepse ne nëse kthehemi te tregu I punës, do të me pas prej lindjes të fëmijës, punësimi, do me thonë, na e kemi një leje të lehonisë, sepse tash pushimin e lehonisë shpresoj që në mendrimin leq ka me u quajt leje lehonisë, që është e quajtur gjithkohon, sepse nuk është pushim, por do me thonë ti e ki qerdhën publike prej një vjetë që pranon e ki lejen e lehonisë pagu me 6 muj. Edhe një prind, pa dyshim, unët me vendos me u kthy, që ka me boq ata 3 muj, ka me qu në kopsht privat. Dhe qerdhja publike kryesisht mushet me fëmijë të njerëzve që punojnë në institucione publike me paga mesatare, do me thonë qasja. Ku po mbetet, pastaj fëmija I prindërve që punon në sektorin privat, që beneficionet edhe pagën nuk e ka të nivelit të institucionit publik, të hyrat familjare nuk janë në nivelin e prindërve që I marrin në institucionet publike, edhe ata detyrohen o me I lanë fëmijët në shtëpi vet, pa kujdes familjar, të nditen, ose detyrohen me pagu 80-100 kopshtin privat, dhe imagjinoj ti me I pas 3 fëmijë, që janë të tretë për kopsht, edhe pagën në sektorin privat, e ka 350 euro, I pagun 300 euro kopsht, është ma mirë, ma logjikshme me ndërprerje për I venit punë. Po kur ndërpret, pastaj këtu lindin konfliktet. Sepse të hyrat vetanake, të hyrat familjare dobësohen, nevojat rriten, dhe pastaj konflikti është I gatshëm. Sakt. Kur jemi tek qerdhet publike, çka duhet me bëu realisht shteti? Cilat janë mekanizmat që duhet me I përdor shteti në mënyrën se si regjistrohen fëmijët këto? Në mënyrë që duhet me I zgjeru kapacitetet. Me I zgjeru patjetër, po prap do të mbushet numrit me ata fëmijë që... Absolutisht, edhe pastaj, sepse kopshtet janë në domenin e institucioneve lokale. Dhe nëse zgjerohen kapacitetet, menoj që pastaj krijohet hapësirë edhe për fëmijët e prindërve që punojnë sektorin privat. Tjetra, me bo një strategji që me pas me kohët mundësinë e regjistrimit në rana kopshtit publik. Jo 100% me qenë fëmijët që punojnë prindrit në sektorin publik, por hajde kohëta 25-30% me qenë fëmijët e cilët janë të sektorit publik dhe pjesa tjetër me qenë fëmijë të prindërve që punojnë edhe veprojnë në sektorin privat. Me e bo një varë balansi, sepse kështu po uzurpohet çdo pronë publike, po uzurpohet prej kushtimisht të fortëve, dominantëve, atyne që e mbikëqyrin, atyne që e menaxhojnë, sepse çashtu po del. Për shembull, unë po flas për fushë Kosovë, na kemi me 60.000 banore kemi një kopsht publik me kapacitet 35 fëmijë. Prandaj është e nevojshme zgjerimi I kapaciteteve dhe infrastrukturës për të ofruar shërbime të kopshteve për fëmijët, të cilët duhet me qenë pjesë aty në kopshteve. Dhe kjo duhet mu bo në harmoni me kushtet edhe kriteret e nevojshme. Sepse, për shembull, ti nuk mundesh me thonë unë po rri me 60.000 banor me një kopsht publik, kur nevoja është jashtëzakonisht e madhe. Edhe pastaj detyrohen njerëzit me I çohu fëmijët edhe në kopshte publike, edhe në kopshte private të palicencuara. Shumë e vërtet. Sepse ai dikun do të me lanë fëmijën. Dhe çka ndodh? Ndodhin skandale, kopshti pa licencum, fshehen skandalet, kur fshehen skandalet dalin problemet sociale, kështu lindin. Problematika zinxhirore. Kështu lindin zinxhirore, absolutisht.